Me pejgamberin Allahut është plotësuar, është rumbullaksu mesazhi Allahut azza wa jall. As bukuruan mesazhi Allahut azza wa jall dhe begatia Allahut është plotësuar ndaj robëve të vet. Me çfarë Allahu e plotësoi dhe zbukuroi, me çfarë nderoi birin e Ademit, e nderoi me Islam. Për këtë arsye vëllezër të ndersh, Islami është bukuri, është stoli e kësaj dunjoj. Dhe pa Islam s'ka mundësi që të qëndron kjo botë. Kiameti bëhet kur ngritet Islami. Kiameti kur ndodh, kur sipërfaqen e tokës mungon shahadeti, atëherë ndodh kiamet. Kështu thonë te pejgamberi Allahut, se nuk bëhet kiameti derisa në tokë sipërfaqen e tokës ka njerëz që adhurojnë Allah, ka njerëz që dëshmojnë shahadet, ka njerëz që cilët thojnë Allah, Allah. Pra thonë te pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa Kurani Kerimi të rikthehet nga ka ardhur. Kurani ka ardhur prej lart, do të ngritet lart. Dhe nuk bëhet kiameti derisa të shemët qapë. Dhe nuk bëhet kiameti pra derisa gjurmë të Islamit të humbin, pra ekzistimi qiejve dhe tokës është për shkak ekzistimit fesë Allahut. Nëse nga ekzistu Islami, nuk ekziston dhe tokë, nuk ekzistojmë dhe ne. Pra të lehët të ndershëm, Allahu azza wa jalla ka stolis këtë dunjo me Islam, me din, me fe. Dhe kjo në feja që Allahu ja ka dhuru. Kujt ja ka dhuru? Ademi që ja ka dhuru, Nuhit dhe gjithë pejgamberëve të Allahut. Gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë në Islam. As një pejgamber s'ka pas do një fe tjetër. Para do lehët të ndërsh, një ndër bukurit të Islamit se feja Islame është e vetma fe e vërtet. Po feja krishterë? Po dhe ato ka qenë musliman, mirë po e kanë deviju. Po që futët? Po dhe Muzaj ka qenë musliman, mirë po ato kanë rëshqit dhe kalon feja në tyrë. Pra të gjithë mban njerëzimi ka rëshqit, ka praktis fejnë Allah. Gjithë pejgamberët e Allah, gjithë thirësit kanë thirë në Islam. Dhe kush pretendon dhe mendon se ka do një fe të vërtet, të pranuar, të Allahu azza wa jall jashtë Islamit, nuk është musliman edhe me qenë 5 vakt li namaz. E kuptuat se kjo është iftira, biftan Allahut me qitë. Se tash na mësojmë se vetëm një Zot, dikush thot, jo një Zot po 3 Zotë. Tash apo jetë një Zot a 3 Zotë. Edhe pse krishterët, pra ta ndarja e kishës lindore dhe perëndimore, katolikët edhe ortodoksë pse janë ndarë për këtë çështje, për Trinitet. Të një kisë ka pranu, që të e ka pranu. Ta në erdhen këto trit, ja falen gjakin që i futë, dhe po bomi vlasë një bashkim, për shkak se e kena një mision, qëllë mision, ta në që i futët të shfridzojmë krishterë, krishterë të shfridzojmë që i futët, dhe kjo është ajo komploti botëror që cilën a këton tentojnë, me shfridzu një tjetër, që i futët tentojnë me shfridzu krishterët, krishterët shfridzojnë, ki tentojnë me shfridzu që i futët, për çkak se të kut nga dhënjejmë i përmbismi në ato, edhe ato në i përmbismi, Allahu i përmbis të ditë njoni me qetrin, kështu Allahu i ban helal zullumqor. Dhe Allahu e trashëgon këtë tokë për njerëz të drejtë. Inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Feja vetëm e pranuar te Allahu është Islam. S'ka gjë tjetër fe. Dhe ata veç një model. Dhe këtu ne kur s'kan arrit armiqtë të Allahut, që neve me na prish Islamin, çështjen e besimit, tentojnë të nuhatin parimet e besimit. Çfarë janë parimet? Tentojnë ato të na rrëshqasin nga rruga Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu azza wa jalla ka zbrit Kur'an dhe ka thënë katalog. Katalog ka qenë kush?
Ai që e ka përkthi Kur'anin, që e ka zbatu Kur'anin, kush ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra qish ne ta praktikojmë Islamin dhe Kur'anin, qish e ka vepru pejgamberi. Pse? Që Allah e ka zgjidh, ka thonë që këtë model. Nuk ka mundësi që tër model të pranohet të Allahu azza wa jall. Pra të thot pejgamberi Allah, kush e vepron një vepër, ne më në fes, ne më në dinit, me po ne nuk kemi urnun ta, ne nuk e kemi zbatu ata, ajo nuk pranohet të Allah. Qoftë edhe në tanë notën ti me bon namaz edhe me agjeru 24 orë pa qelë hiç në ta. Për çka këse model e ke kanë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra të vëllezër të ndërsh, Allahu thotë wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kush kërkon dhe një fe tjetër pos Islamit, nuk i pranohet aty. Dhe në akiret kitë të qetë njeriu nga të humburit.